Shumicën e tyne i kam të reja. Të reja, okej. Shumicën e tyne i kam të reja. Çfarë mosha është sillen? Edhe, po dykun 12 muj janë, ko edhe edhe për shembull që janë ma 3-6 muj, ko për shembull 4 vjet, deri në 6 vjet janë maksimumi. Edhe pse sfidat nuk mungojnë, nga rritja e kostës së ushqimit e deri te vështirësitë për të siguruar treg për produktet, Floriani thot se dashuria për këtë profesion është më e madhe se çdo pengesë. Në zonën ku ai jeton, një tjetër sfidë janë edhe kafshët e egra. Ujqit dhe arinjët shpesh paraqesin rrezik për tufën e tij. Më trego pak për pjesën e kësaj zone, sa është e sigurt prej kafshëve të egra, sepse kur erdhëm na rrugës, duke që ishte pak më në, themi më lart, në kodra, për me ardhur deri këtu, duket pak si një pyll, jo fort edhe mal. Është terreni pak kodrinore malur, ka kafshë egra, sidomos ujq. Ka ujq. A ka raste që vinë deri poshtë? Po, kum pas raste, po atëherë se kena pas qenë, tash e kem qenë, shpresojmë që ai si dihet se ujku është, ujku është bish. Për ata së A ke pas në një rast nuk e pas? Po, kum pas. Ka pas. Çfarë rast? Tregon pak më konkretisht. Çfarë aksidenti ke pasur që ke pa me sytë tu që të ka ndodhur një dam i madh? Po, zakonisht ujku, për shembull kur të sulmon, ai nuk sulmon veç vet, ai mundet me sulmu për roll. Po. Sulmoj më shumë me kopejt, që janë, me tufa. Edhe ka ndodhur, ka sulmu, kanë marrë edhe janë ikë. Kur ke pas dëme qoftë edhe nga ujqet, po ndoshta edhe prej problemeve të tjera, sepse shumicën e rasteve ju fermerët dhe bujqit varin e shumë edhe prej temperaturave të ditës edhe të vitit. Sa keni përkraje nga Ministria e Bujqësisë e si mos ti, si individ? Unë për vejti nuk kam pas. Asnjë përkraje? Po thonë me mjetëve tanake, me veterinar. Tu në që i kemi. Më tha që shtalla është e ndërtuar në mënyrë të improvizuar, me çka është e ndërtuar prej çkafit? Me bluka. Me bluka. Sa çfarë hapësire ka? Deri në sa metra katror ka brenda? Ka mjaftueshëm, dikon ofër 60 krerë mundet me nxon, ma shumë jo. Po në këtë rast pse s'ke bë kërkesë ose thirrje në ministri për subvencione? Çka ka ndodhur? Jena në fillimet e para, besoj të ardhmen duhet, se për me rrit shtollën, me rrit numrin e rrive, Mendon me rrit numrin? Po. Deri në sa ki dëshirë me shku kështu? Që me pas... Për shembull, ne i kam 50. 50, po. Edhe vitin tjetër, për shembull, vitin që vim, shpresoj se këtu për shembull shtuhen për shembull 1 deri në 2 edha, dikon 120, 130, se tash këtu e kanë edhe që nuk haun një kohë të shkurt, që shumuhen, edhe tash nuk i dihet se këtu kjo sa në shtëpi, ta bëden edhe... E vërtet. Krejt varet pastaj edhe çysh vjen koha, çysh vjen gjanat, çysh i dallon ato. Jam interesuar me ditë tek mosha, për shembull, cila prej këtyre që po i shohim edhe në pamje, mund të themi është pak më e vjetër. Unë shumicën e tyne i kam të reja. Të reja, okej. Shumicën e tyne i kam të reja. Çfarë mosha është sillen? Edhe, po dykun 12 muj janë, ko edhe edhe për shembull që janë ma 3-6 muj, ko për shembull 4 vjet, deri në 6 vjet janë maksimumi. Për të, blegtoria nuk është thjesht një burim të ardhurash, është një mënyrë jetese, një lidhje e fortë me tokën dhe me traditën e fshatit të tij. Përveç saj, po besoj që në këtë rast, përveç se e ke pasion, e ke në një farë forme puna, mbjetoni prej saj, a bëni shitje të tëre? Po, valla pak, me thonë pak shumë. Pse? Nuk ka interesim këtu? Jo, ka interesim, po unë për shembull e kam edhe pak si, edhe si tradit, po edhe si marak që thujnë, edhe në pasion. E bëj shumë me qef, me vullnet e bëj, edhe më pëlqejnë.